3 gola, shumë tension, 2 penallti të humbura dhe përplasje mes lojtarëve e tifozëve në fund të ndeshjes. Përballjes së shtunës mes Flamurtarit dhe Elbasanit I pati të gjitha. Para, gjatë dhe pas takimit gjithçka u zhvillua në masa të forta sigurie nga policia, ku të pranishme ishin edhe forcat e FNSH-s. Ndeshja mbyll me rezultatin 2-1 në favor të Elbasanit. Me këtë humbje Flamurtari mbetet në vendin e 9 me 24 pikë, në një pozicion shumë të vështirë në renditje. Elbasani kaloi në avantazh në minutën e 5. Flamurtari pati mundësinë të parazonte, por Marku gaboi 2 herë nga pika e penalltisë. Me një herë më pas, Elbasani shënoi edhe golin e dytë. Flamurtari arriti të ngushtoj shifrat pak minuta më vonë, por kjo nuk mjaftoi dhe takimi u mbyll 1-2. Pas përfundimit të ndeshjes, tensioni u rrit edhe më shumë. Fillimisht pati përplasje në distancë mes dy tifozërive, ndërsa më pas situata u përshkallëzua në hollin e stadiumit. Një konflikt mes lojtarëve krijoi një situatë të nxehtë, ku nuk munguan edhe tifozët dhe përplasjet e forta mes palëve. Një situatë e vështirë u krijua ndërsa policia ndërhyri për ta normalizuar. Forca të shumta sigurie u vendosën edhe jashtë stadiumit, ku vetëm pas largimit të tifozëve të Elbasanit situata nisi të qetësohej. Një mbrëmje e mbushur me përplasje, tension dhe grindje, ndërsa rezultati I ndeshjes ndëshkon vlonjatët të cilët tashmë rrezikojnë seriozisht shndrimin në kategori.